Pas një periudhe të gjatë rritjeje rekord, çmimi i arit ka shënuar rënje në tregjet ndërkombëtare, duke ngjallur interesim edhe në tregun vendor. Ari tradicionalisht konsiderohet si një nga asetet më të sigurta në kohë krizash globale. Rreth lëvizjeve të fundit të çmimit të arit dhe ndikimit të tyre në tregun vendor, ka folur Bleda Rexha. Arsyeja e rënies arit është rritja e dollarit amerikan. Zakonisht kur rritet dollari, ari bjen. Është edhe ana sjellë tash, kur ari rritet dollari, vlera dollarit bjen. Këto janë për faktorëve që ndikon në rënien e arit, po kjo nuk është një rënie shumë e madhe për krahasim me javën e kaluar kur ari shkoi deri në 113 euro. Sot që po flasim është në 120 euro për 24 karat, është fjala. Mes tjerash, Rexha ka treguar se si kjo rënje e çmimit po reflektohet në interesimin e qytetarëve për blerjen e stolive dhe investimin në ar. Zakonisht janë pozitive rënjet e çmimit të arit sepse ndikon në rritjen e blerjes arit është shumë pozitive sepse edhe për argjentarë dhe tregtarë që mirën me ari, shtohet shitja e arit, është shumë pozitive kur çmimi bjen dhe ka kërkesa më shumë. Ekspertët vlerësojnë se lëvizjet e ardhshme të çmimit të arit do të varen kryesisht nga zhvillimet ekonomike globale, politikat monetare të bankave qendrore dhe situatat e sigurisë në rajonet e konfliktit.